Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani është shprehur për herë të parë me shqetësim në lidhje me fenomenin e kultivimit të kanabisit në vend, duke kërkuar ndërhyrje me ushtri. Në analizën e punës një vjeçare, ministri paralajmëroi se nëse ky fenomen nuk zgjidhet tani, nuk zgjidhet më. Nëse është e nevojshme për të dhënë një efekt reagues proporcional, edhe ushtria mund dalë, sepse ne duhet t'japim këtë mesazh. Mua më intereson ky mesazh. Dhe për këtë jam i bindur që nga ky fenomen o ndahemi tani o nuk ndahemi më. Jam për krijimin e gjandarmerisë, patjetër që po. Të gjithë forcat policore në këtë vend duhet të jenë në një piramidë që quhet gjandarmeri dhe duhet reagim proporcional. Ministri i kabinetit qeveritar kishte një sinjal edhe për doganat kur është shprehur se fara e kanabisit hyn pikërisht nga dogana, ndërsa e krahasoi fenomenin me atë të piramidave të vitit 1997. Po e bëj një pyetje, ajo fara e kanabisit nga vjen? Nga dogana vjen, nga vjen. E fare thjesht. Pra ka mekanizma të cilat shteti duhet i kontrollojë. Ky nuk është një biznes që siguron mirëqenie, ky është një biznes që vetëm siguron varfëri, kriminalizon shoqërinë. Është e ngjashme në efekte me atë që ne kemi heqë nga piramidat financiare. Manjani qëndroi bindjes së tij për shkarkimin e gjyqtares së Durrësit që trajtoi çështjen e kompanisë arabe Omnix, por sqaroi se ky vendim i takon KLD-s. Do shkoj së zbën në Këshillin e Lartë të Drejtësisë për procedurë disiplinore. Besoj nga dhënat që ne kemi deri më sot, ajo duhet shkarkuar sipas pikpamjes time. Po kjo është një çështje që e vendos Këshilli i Lartë të Drejtësisë, jo unë. I vetmi vend që ka nxjerrë ushtrinë për të luftuar trafikun e drogës dhe mbjelljen e kanabisit ka qenë vetëm Kolumbia. Ai që e ka krahasuar trafikun e drogës në Shqipëri me trafikun e kokainës në Kolumbi ka qenë ish kryeministri Berisha.